Përshëndetje të dashurmiq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim cinnamon roll cake. Është një kek fantastik që mund ta përgatisni për familjen tuaj. Përgatitet lehtë dhe shpejt me pak harxh. Do të përgatisim një salcë kanelle, të cilën do e hedhim sipër si në video, dhe gjatë pjekjes do krijoj ndarje midis kekut. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tas do të thyejm 3 vezë të plota. Është e mirë të jenë fshati që edhe keku të dalë i mirë. 200 gram me sheqer. 150 gram vaj mistri ose lule dielli, diku te 4 të pestat e një gote, ose me sy do lini 2 gishta vend bosh. Gota është 250 ml, një brez me krip, 200 gram me qumësht, pak aromë vanilje, mund të shtoni bustine ose sheqer vanilje sipas dëshirës. Nëse nuk keni, mund të grini pak lëvore limoni ose portokalli. Na ndihmon që të shohim atë erën e vezës. Megjithatë dohet edhe aroma e kanellës. 3 lug kafe me pluhur pjekje, baking powder dhe dal ngadalë do sitisin diku te 2 gota e gjysmë miell. Nëse do e peshoni, mori fiks 380 gram. Me peshë del fiks siç e shikoni në video, por megjithatë mund ta bëni edhe me sy. Recetën do e gjeni të shkruar me lug ose gota tek përshkrimi i videos për ata që nuk i peshojnë dot. Ja pra kaq ishte, e kemi gati. E përziejm pak me një shpatull që mos të ngelet mielli i thatë. Dhe kjo është trashësia ose konsistenca që duhet të ketë. Kam përdorur një tepsi 20 me 30 cm, poshtë kam vendosur letër për pjekje dhe do e lyej pak me vaj që të zëri kore dhe të marrë një ngjyrë më të mirë. Mund ta bëni gjithashtu edhe në tepsi të rrumbullakët. Nëse nuk keni letër për pjekje që të vendosni poshtë, nuk ka problem, por ju ndihmon për ta larguar më lehtë nga tepsia. 5 lugë gjelle me sheqer, nuk ka rëndësi nëse është i bardhë apo kaf, nuk ka problem. Kanella do e ngjyrosi sheqerin, kështu që mos keni merak. Diku te 2-3 lugë gjelle me kanellë dhe pak karafil pluhur, vetëm nëse keni. Kanella është më e rëndësishmja. 100 gram gjalp të shkrirë dhe do i përziejmë të gjitha bashkë. Këtu të dashurmiq duhet të nxitoni pak që gjalpi mos të ngri, është pak ftohtë dhe do jetë e pamundur për ta hapur në këtë mënyrë në sipërfaqe. Ndaj kur të shtoni gjalpin duhet të keni gjithçka gati. Do t'i bëjmë disa forma rrethore me një lugë që të futet brenda përbërja që përgatitëm dhe të krijojë shtresa. Dhe kaq ishte, kemi gati. Vazhdojmë me pjekjen. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 35 me 40 minuta. Varet dhe nga tepsia ku do e përgatisni. Nëse keku është pak më i trashë, do të doj pak më shumë. Ju do e kontrolloni nëse është pjekur me një kujnë dhëmbësh ose majën e një thike, që të dalë e pastër, mos të ngelet brum. Përsipër kam përzier 100 gram me sheqer pluhur me 2 lugë gjysmë gjelle me qumësht. Do e shikoni dhe me sy derisa të marrë një trashësi kremoze dhe më pas me kalimin e orës do ngri sipër kekut. Kjo të dashurmiq është opsionale nëse doni, nëse nuk doni mund ta shijoni dhe ashtu thjesht. Deli i butë dhe tejet i shijshëm, sidomos për ata që e pëlqejnë erën e kanellës. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.